Po, më thuaj Shibe. Duke qenë se jemi duke folur për lojën e Rozanës, në fillim fare ka qenë pak me ulje ngritje, me thënë të drejtën, nuk e shikoja shumë lojtarë të fortë, pavarësisht se ajo hynte në çdo dinamik që kishte shtëpia, biles ishte ajo e para që e printe debatin, diskutimin e tjerë. E shikoj në marrëdhënie me Laertin, më duket shumë fake, me thënë të drejtën, debati. Ma kjo historia është kaqe... Jo, mos të kalojmë pak tek përpara se të kalojmë aty, do doja të pyesja për një situatë që pam edhe në Prime-in e mbrëmshëm, ku kemi parë që Kelly ka nxjerrë në vëmendje publike disa situata të Rozanës jashtë shtëpisë, më tej të përdorura edhe nga Gjesi, ka ndalë shumë lajme nëpër portale, çfarë ke për të thënë në lidhje me këtë gjë? Unë për këtë kam nuk them asgjë më shumë se sa vetë statusi që sot ka nxjerrë Rezarta Shkurta në rrjetet sociale. E ke lexuar? E kemi edhe ne? Po, e kam lexuar, ku sqaron shumë mirë situatën. Që ishte një reagim shumë dinjitoz dhe në vija të përgjithshme. Shumë dinjitoz dhe falenderoj shumë Rezartën. Marrëdhënia e Rozanës me Rezartën jashtë, si është raporti i tyre? Ka një marrëdhënie, unë me sa di Rozi përpara se të flitej për Big Brotherin, ju e dini që ka pas një emision të vetin në një tjetër kanal televiziv, dhe në bisedat që kam bërë me të pasi flasim shpesh, konsultohemi dhe për personazhet që ajo ka të ftuar, më ka thënë që andeta si mendon t'i bëj një ftesë Rezartës për në emision. Dhe kam thënë po pse jo, mendon se do ma pranoj me këtë që ka bërë Rezarta sot? Rezarta ka seruar shumë pasër që nuk janë as armike, as mike, dhe debatet e dy gocave të bukura të showbizit që sot janë zonja, dhe të realizuara se cilat në fushat e veta. Rozanës, faji është i Kellit që nga jeta e Kellit din vetëm një këngë që ka bërë në Top Fest. Pra, çfarë themi ne tash? Unë nuk dua të flas për Kellin, sepse unë Kellin e njoh në rrethana të tjera, me të lidh puna në ambiente të tjera. Kam pasur një respekt shumë të madh për atë djalin, por je zgënjur nga Kelli? Jam zhgënjur. Vërtet jam zhgënjur sepse nuk prisja që të arrinte deri këtu për hir të një loje. E një partneren e Kellit edhe bashkëshortën? Kam shumë respekt, e vlerësoj shumë. Është një vajzë që është vërtet për të vlerësuar. I ka shkruar diçka? Jo, absolutisht. Kam përshtypjen se duhet më shkruajnë ato mua në këtë rast. Kelli, çfarë do doje ti thoje? Asnjë, kur të dalë jashtë do pres çfarë do të më thotë Kelli mua. Pse she Rozanën kaq të sulmuar? Dikush thotë që pema me kokra gjuhet. Tash po dalim prapë te kokrat, mos mbetemi te kokrat, si më abeti kokrave është bërë pak sigurisht që kur vjen fundi, personat cilët kanë debate, janë personat cilët janë gjithmonë në qendër të vëmendjes, qoftë kjo edhe në Prime-et që ju zhvilloni këtu. Mendohet që duke i rënë Rozit, këta do të bëhen pjesë e një Prime, se kjo të dalësh në Prime tash është bërë edhe në jetën e përditshme, kur themi diçka, themi dolem Prime. Ndoshta për të arritur për të kapur Prime-in duhet i biesh personave të cilët janë gjithmonë prezent, dhe një prej tyre është Rozi. E qartë. Flasim pak edhe për të rikthehemi i çikte marrëdhënia me edhe Gjesin. Do doja të dija, sipas te Ronaldo, kush e ka mbajtur në lojë tjetrin? Atëherë, një rezime se me Andetën në fakt unë doja të kryejmë një mini debat për lojën Rozanës, por Andeta ndryshe nga Rozana nuk ka as ironi, është kaq e ëmbël, kaq e çiltër dhe komplimenta si më takuar në një. Një sqarim shumë të shkurtër për raportin Gjesti Rozana. Gjesti erdhi nga një Big Brother tjetër dhe një lojtar i zgjuar, siç është Rozana Radi, ka bërë llogarit dhe ka thënë që kjo gjëra nuk ka ndodhur asnjëherë më parë në 3 Big Brothera dhe e kuptoi që ky djali ishte i fortë dhe kishte fanca sigurisht me ardhin e dronave. Gjesti nga ana tjetër ka patur 24 orë kohë, ai sa ka mundur të nuhasi dhe të kuptoj çfarë ndodh në Big Brother në Shqipëri. Dhe në Big Brother në Shqipëri asaj kohe Rozana Radi sigurisht ka qenë highlight kryesor. Madje dhe mënyra si Gjesti u qas me Rozanën për herë të parë ishte po ti kush je, i ngatron dhe emrin. Një lojtar e zgjuar si Rozana Radi çfarë bëri? Tha këtë djalin është më mirë ta kem afër. Dhe kur të vi, sepse është shumë herët që unë të merrem me Gjestin, të njëjtën gjë mendoj që ka menduar dhe Gjesti, që është shumë herët. Çështja është që se më kujton pak Big Brother njëshim, pra më kujton pak Donaldin dhe Ilirin, pra një imazh artisti 40 e sa vjeç që surprizohet në finale nga një vamula, një djalë i ri si Donaldi asë kohë me love story jashtë, love story brenda, po që kishte shumë fanca, ama çfarë ndodhi?
Në fund, publiku bëri një lloj tjetër balance dhe zgjodhi që këtë fitoren t'ia jepte artistit